Zoti nuk harron asnjë pikë mirësie. Në këtë jetë të zhurmshme dhe dinamike, ku çdo gjë ecën me shpejtësi maramëndse, sa herë na ndodh të bëjmë diçka të mirë dhe pastaj ta harrojmë krejtësisht. Një fjalë ngrohtë që i tham dokujt që po kalonte një ditë e errët, një buzëqeshje e dhuruar pa interes, një pendim i heshtur me lotë në sy kur askush nuk na shihte, apo një lëmosh e vogël, fare e parëndësishme në sytë tanë. Shpesh, brenda vetes na lind ajo pyetje e heshtur: a u pranua vallë? A kishte pesh ajo që bëra? Apo humbi në oqeanin e madh të kohës? Nëse njerëzit i harrojnë të mirat, nëse bota i shkel me këmbë përpjekjet e tua, dije se ekziston një krijues që nuk harron kurrë. Asgjë nuk humbet në mbretërinë e Zotit të gjithësisë. Çdo dritje e mirë e zemrës tënde është e shkruar me shkronja drite në librin e përjetësisë. Mendja njerëzore është e prirur të harrojë. Ne harrojmë premtimet, harrojmë fytyrat, harrojmë edhe veprat tona të mira të bëra vite më parë. Por Zoti i gjithësisë nuk ndikohet nga koha dhe as nga haresa. Kurani famlartën e heq çdo dyshim nga zemra përmes fjalëve të profetit Musa. Zoti im nuk gabon e as nuk harron. Sureta Ha-52. Allahu i madhëruar na siguron se çfarëdo që të bëjmë, sado e vogël të duket ajo në sytë tanë, ajo është e ruajtur me një kujdes hynor. E kush bën ndonjë të mirë, qoftë edhe sa pesha e një atomi, grimce, do ta shohë atë. Surja Zelzele 7. Mendojeni këtë: pesha e një atomi, një mendim i mirë, një falënderim i përshpëritur me gjysmë zëri, një hap i bërë drejt pajtimit të dy njerëzve. Të gjitha këto ruhen në një arkiv hynore, ku asgjë nuk zvogëlohet dhe asgjë nuk fshihet. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, donte që ne të mos e nënvlerësonim kurrë energjinë e së mirës, sepse Zoti nuk e mat veprën nga madhësia e saj fizike, por nga sinqeriteti i zemrës që e kreu atë. Profeti alayhis salam ka thënë: mos e nënvlerësoni asnjë vepër të mirë, qoftë kjo edhe takimi me vëllain tënd me një fytyrë të buzëqeshur. Ai gjithashtu na tregoi historinë e një njeriu që u fal nga Allahu dhe u futën në xhenet thjesht sepse pa një deg me gjemba në rrugë që u priste rrugën njerëzve dhe e largoi atë. Dhe historinë e një gruaje që u fal sepse i dha ujë një qeni që po digjej nga etja me këpucën e saj. Në sytë e njerëzve, ajo ishte thjesht një këpucë me ujë për një kafshë të rrugës, por tek Allahu, ajo ishte një akt i pastër mëshire që tundi qejt dhe fshiu një jetë të tërë mëkatesh. Ka ditë kur ndihesh i pavlerësuar, ditë kur bën sakrifica të mëdha për familjen, për miqt, për njerëzit që do, e megjithatë askush nuk të thot një faleminderit. Ka ditë kur fal gabime të mëdha, gëlltit hidhërimin dhe duron padrejtësinë vetëm për hir të Zotit, por bota e quan të dobësi. Në ato momente dobësie, kujto këtë të vërtet absolute: Zoti yt të pa. Ai e pa se si e përmbajte zemrimin kur mund të akmerreshe. Ai e pa se si edhe në fshehtësi aty ku askush nuk ta diti. Ai numëroi lotët e tu që rodhen mbi astëk në mesin e natës kur i luteshe për të tjerët. Gjërat që ti i ke harruar prej vitesh, Allahu i ruan për ty. Ato do të shfaqen në ditën kur do të kesh më shumë nevojë se kurrë për to. Si dritë në varrin tënd dhe si hije preskuese në ditën e gjykimit. Prandaj mos u ndal kurrë nga e mira. Mbill fara mirësie kudo që të shkosh, madje edhe nëse e di se nuk do të ulesh kurrë në hijen e atyre pembe në këtë botë. Do të vijë një ditë kur do të qëndrosh përpara krijuesit tënd dhe ai do t'i hap fletët e jetës tënde. Aty do të djesh buzëqeshjen që durove në një ditë me shi, fjalën e ngrohtë që the kur ishe veti lënduar, dhe çdo qindark që dhe me zemër të pastër. Nuk ka vepër të mirë të humbur, nuk ka përpjekje të çuar dëm. Çdo gjë bërë për hir të tij është e përjetshme. O Allah, o mbrojtësi të mirave, o ai që nuk harron asnjë atom mirësie, ne i prano ato vepra të pakta e të dobta që bëjmë. Ne i pastro zemrat nga shtirja, na bëj prej atyre që mbjedhin dritë kudo që ecin, dhe na e bëj takimin me ty gëzimin më të madh të ekzistencës tonë.